Para një jave doli nga shtëpia më e famshme në Shqipëri Big Brother VIP Albania, Egli Tako, e cila nuk ndjej mirë me shëndetin e saj emocional dhe sipas saj edhe një viroz sezonale që i kishte rënë. Por me paraqitjen e saj të sëndme në prajmin e Big Brother VIP Albania, ajo dukej shumë mirë dhe e pohoi se ndihet mirë si emocionalisht ashtu edhe fizikisht. Për të u hap një televotim me pyetjen a dëshironi që ta shihni sërish pjesë të lojës dhe si duket publiku po do që t'ja jap edhe një shans Eglit për ta parë se si do të luaj ndryshe nga ajo që jemi mësuar ta shohim. Egli para hyrjes së saj në Big Brother VIP Albania u pyet se si do të jetë raporti i saj me Gjestin. Ajo tha se nuk do të jetë kundërshtare e tij dhe nuk do ta sulmoj. Por kjo mbetet të shihet, nga se në fillim sapo hyri Egli në shtëpi, u duk shumë e ftoftë me Gjestin, por edhe me Rozana Radin. Ndërsa në anën tjetër pam një raport të ngushtë mes Eglit dhe Danjes. Nuk dihet apo e bën këtë për qëllim që t'i hakmerret dyshës në fjalë Rozanës dhe Gjestit, apo vërtet ndjen miqësi për Danjen.